Në Vlorë po vijon me ritme zbatimi projektit ujësillësit të ri, por në këtë kuadër për gati 24 orë pritet që të ketë kufizime të ujit në të gjithë qytetin e Vlorës për shkak të zbatimit të këtij projekti dhe të investimit i cili është aktualisht në punime sipër, një investim i rëndësishëm për qytetin. Ndërmarrja ujësillës kanalizime rajoni Vlorë ka njoftuar për kufizime të furnizimit me ujë. Sipas saj, takimi i stacioneve të pompimit do të bëhet ditën e martë më datë 27 maj dhe të mërkurën në datën 28 maj në kuadër të punimeve për ujësillësin e ri të Vlorës. Po sipas njoftimit zyrtar të ndërmarrjes ujësillës kanalizime rajoni Vlorë, kufizimi nis në orën 9 të mëngjesit të ditës së martë. Ujësillës kanalizime rajoni Vlorë në njoftimin zyrtar kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve për këtë ndërhyrje që siç thotë është e detyruar dhe që i shërben perspektivës së furnizimit me ujë të qytetit nga projekti i ri që aktualisht po zbatohet në Vlorë. Kështu për gati 24 orë, qyteti do të ketë kufizime të furnizimit me ujë, ndaj qytetarët dhe bizneset duhet të marrin masa paraprakisht për këtë situatë me qëllim që ajo të kalohet me sa më pak impakt. Ndërmarrja e ujësillës kanalizime kërkon mirëkuptimin e bizneseve dhe qytetarëve të Vlorës për këtë ndërhyrje të detyruar.